Në Bibliotekën Publike Marin Barleti në Shkodër është promovuar vëllimi i dytë i librit Forca e Mendimit i autorit Mark Zadeja. Ashtu si edhe vëllimi i parë, edhe ky botim përmbledh mendime dhe refleksione filozofike të autorit, ku lexuesi gjen mundësinë të shohë veten edhe shoqërinë me një këndvështrim më të thellë. Sikurse u shprehen referuesit gjatë promovimit, Forca e Mendimit është një ftesë për të menduar ndryshe, për të reflektuar mbi jetën dhe për ta parë atë me më shumë përgjegjësi, mirësi dhe domethënie. Në këtë libër, Forca e Mendimit numër 2 është një libër me 3000 sentenca të ndryshme, ku parathanjen e saj e ka bërë një nga filozofët më të mëdha që njeh sa Gjermania, Erika Nelore Euler. Pra, në këtë libër, unë e kam filluar që një sentencë e parë e librit mund thuhet kur një popull sulmohet, por është i aftë e hesht, është shumë i rrezikshëm. Ka sentenca tjera që unë sot në këtë promovim që bëhet, do t'i argumentoj. Filozofi Mark Zadeja, i cili prej vitesh jeton në Gjermani, është autori 8 botimeve të tjera, jo vetëm në fushën e filozofisë, por edhe të letërsisë artistike dhe librave për fëmijë. Veprat e tij janë pjesë e katalogut të Bibliotekës Kombëtare të Gjermanisë, ndërsa Zadeja prej vitesh mban titullin antar i përjetshëm i Akademisë Europiane të Arteve.